ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për këtë fale, udhëzime, kërkojmë salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi më të mirën pejgamber, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij, familjen e tij dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave javore të ditëve të hana, ku jemi me fjalët e Zotit subhanahu wa taala. Jemi në surën Ali Imran, kemi marrë një numër të madh të ajeteve të kësaj sure, ndërkohë që na ka ngelë edhe një pjesë e madhe e ajeteve. Në ligjëratën e kaluar të tefsirit përfunduam ajetin 132 nga kjo sure e begat e Allahut subhanahu wa taala, ku Zoti jon xhel xhelal nga këto tre ajete, ajeti 130, 31 dhe 32, na bën thirrje në fillimet e kritikës ndaj besimtarëve të cilët kishin prezantuar në luftën e Uhudit. Andaj Allahu subhanahu wa taala në 60 ajete do t'i kritikon, udhëzon, qorton, drejton besimtarët që kanë marrë pjesë në këtë luftë. Ne e pam në ligjëratën e kaluar se si Allahu subhanahu wa taala në ajetin 130, 31, 32 i bën thirrje muslimanëve që të ruhen nga kamata. Dhe këtu kamata, çfarë lidhet me luftën e Uhudit? Përmendëm ligjëratën e kaluar se lufta është humb sebeb vrapimit dhe nxitjes pas pasurisë. Andaj Allahu subhanahu wa taala ka zbrit këtë ajet: ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu ar-riba adhafan mudha'afa. Mos e hani kamatën o ju musliman të shumëfishuar, nga se sa më e madhe që është ajo doza e tepruar në kamat, aq më i madh është edhe gjunati Allahu subhanahu wa taala. Pastaj i bën thirrje Allahu xhela muslimanëve që të ruhen zjarrit të xhenemit, i cili zjarr në bazë është përgatitur për pabesimtarët. Mirë po, nëse një vepër e cila bëhet e ngjashme si pabesimtarët apo e njëjta, kërcënohet edhe muslimani me hyrje në zjarr, jo për gjithmonë, mirë po në atë dosë sa e kërkon gjunaj. Pastaj thot Allahu subhanahu wa taala në ajetin 132: "Wa ati'u Allaha war rasula la'allakum turhamun." Binduni Allahut dhe të dërguarit të tij nëse shpresoni apo nëse kërkoni që të hyni në rahmetin e Allahut subhanahu wa taala. Rahmeti i Zotit xhel xhelalu është çfarë? Është trajtimi pa dënim, trajtimi me mirësi. Andaj ne themi për iblisin e ka nxjerrë nga rahmeti, që do më dhënë çdo e keqe që mund të parafytyrohet, ati do t'i ndodhë. Andaj edhe xhenemlia është larg rahmetit, e xhenetlia është në rahmet të Allahu subhanahu wa taala. Andaj dhe zër besimtare kërkon rahmetin. Andaj Zoti i Madh te bareke ve teala në çdo sure ka nis bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit, nga se rahmeti është e mëdhësën të jeton. Fakti që ti ke shëndet, që ti nuk dhem kur gjallë rahmet, momentin e parë që të dhem diçka, momentin e parë që ankohesh për diçkaje, kjo të kallzon se ti ka mundësi të vuj diçka, edhe pse ka mundësi me qenë sprov e cila në përfundim do të shkon në rahmet. Mirë po, rahmeti në bazë çfarë është? Mungesë e dënimit, mungesë e shqetësimit, mungesë mosprania e diçka e cila të mundon. Andaj thot Allahu te bareke ve teala, për shkak se humbja e luftës ka qenë mundim, humbja e luftës ka qenë shqetësim, humbja e luftës ka qenë dobësi. Andaj tha Allahu subhanahu wa taala, binduni Allahut dhe të dërguarit të tij nëse doni me hyrë rahmet të Zotit te bareke ve teala. Këtë vëzër përfunduam në ligjëratën e kaluar. Kush do të përcjellë me Musa vëzër? Tani kemi para se me hyrë në kritikë të detajshme nga ana Allahu subhanahu wa taala se çfarë ka ndodhur në luftën e Uhudit. Allahu subhanahu wa taala para se me sjell kritikën, do se do t'i kritikon musliman se humbja e betejës ka qenë sebeb juve, sebeb durve të juve, sebeb mëkatimit tuaj, sebeb rebelimit apo mosdëgjimit të përpikt ndaj urdhave pejgamberit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Para kësajna Allahu subhanahu wa taala i jep një shpresë dhe i nxit muslimanët që të përmirësohen, që të drejtohen, që të udhëzohen e kështu me radhë. Andaj përcjellne ajetin 133 edhe ajetin 134
edhe ajetin 135. Edhe ma ndejmi në këto ajetet të ndalemi. Para se me fillu kritika, nëse 60 ajeti kemi për luftën e Uhudit, Allahu subhanahu wa ta'ala i vendos një flat besimtarve, ju jep një mundësi. Nuk don ai i cili do t'i kritikon është ai i cili i do. Allah e do besimtarin, edhe nëse e kritikon. Allah ja do të mirën besimtarit, edhe nëse e çorton. A ne edhe shpeshher kemi thënë vëllezër, nëse e marrim një syret i një muslimani i cili falet, agjeron, mundohet mu largu pi haramit, edhe është ky në statusin e dëgjimit ndaj Zotit dhe pejgamberit alayhis salam. Në njëri s'falet, s'agjeron, s'jep zeqat, shkon hax, nuk i ndal haramat, pi për jashtë me material apo me shikim të ignorancës, çfarë duket? Ky i cili s'po falet, po duket sikur më i ledhatum. Se ky po e çon me vetën, a ky i ngarkum. Mirë po Allahu ket i cili falet, ky i cili e ka marrë përsipër zbatimin e urdhit të Allahut dhe frenimin nga ndalesat e Zotit, që kjo i mëshirumi, që ta e do Zotit te bareke ve teala. Dhe kemi përmendur shpesh vëzër atë shembullin kur mësuesi ka mundësi e ngarkon nxënës më shumë me detyra. Ti kemi lexuar 1, 2, 3, 4, 5 prej librave, ndërkohë që disa prej njerëzve që s'kan kapacitet çka i thotë, ti mjaftohem me çata, inshallah sa me kalue. Kjo nuk i bie që ky e do më shumë thotë, qyre këtë letoj. Jo, ki çaç mundet. Apo ka mundësi s'do me përparu ata. Ndërkohë që kur Zoti të ngarkon ose të çorton, do ta shohim sa kritika do të vjen. Se ata janë bërë sebeb për pak mu vra Muhamedi alayhi salatu wassalam, dhe kjo meriton çortim, kjo meriton kritik. Edhe pse ne kur themi ka kritiku sahabët, kjo hasha wa kella nuk i bie as afër që na mund të krahasohemi me ta. Jo, na nuk as muhabet nuk jena. Atë janë shkallë lartë e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Para se të hyjnë ajetet dhe të zhvillojnë një debat me gabimet e sahabeve, Allahu xhelala u hap derën e mëshirës. Sikur që është kjo fe e mëshirës, fe e hapjes së dyerve. Përcjellën me Musaf kush është duke përcjell, apo me telefon, ajeti 133 nga surja Ali Imran. Thot Allahu te bareke ve teala: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Këto ajete dhe zërë duhet besimtarit i lexon me zemër, ti përjeton me zemër. Nuk kanë informacione të thata, por janë jetë e cila jetohet. Është raport me Zotin subhanahu wa taala. Kur ti kimë katuar dhe e dëgjon këtë ajet, vini rrezë. Sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam kishin bërë një gabim. Dhe ajo është gabimi i shigjetarëve, të cilët nuk e kanë dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe janë bërë sebeb për me e humb luftën e Uhudit. Vini re çfarë ajete Allahu xhelalu ka zbrit tyre njerëzve në këtë vakt. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Nxitoni o ju musliman, vraponi o ju musliman, o ju besimtar, ila maghfiratin, drejt një mëshire, drejt rahmetit dhe maghfiretit Zotit te bareke wa taala, min rabbikum, ndaj Zotit juve. Dhe nuk ka thënë wasari'u ila maghfiratin min Allah, po ka thënë min rabbikum. Edhe kemi përmendur gjithmonë se kur të vjen në Kur'an emri Rabb e ka për qëllim kujdesin edhe ti nëse se meriton. E ka për qëllim kujdesin edhe nëse ti nuk e meriton. A nuk është Allahu subhanahu wa taala që e rrit pa besimtarin dhe kriminalin, i jep bukë me hangër, e jep shëndet dhe ushqejnë dhe jep me pi, ndërkohë që ai Zoti i cili e rrit këtë, e di që në fund bëhet kafir? Po, ajo është Zoti, so Rabb. Ai ka kriju dhe ai e rrit. Andaj shikoj vëllezër. Shikosh ka i thot Allahu subhanahu wa taala: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Vraponi me ezan faljen e Zotit juve, Rabbit juve. Tu Rabb është për qëllim se ajo kujdestari juve. Ju s'keni tjetër streh përveç te ai. Nga se emri Allah ka përgjithësi e të elle me adhuru ata, ndërkohë që këtu është bo gabim. Andaj shikosh ka thot Allahu subhanahu wa taala: "Wasari'u." Wasari'u çka është vëzër? Është mubadara, është me vrapue. Se ka mundësi t'ik shansi, ka mundësi t'ik mundësia, ka mundësi ti nesër e kje gjelin, ati sot i t'u lujt. Ka mundësi me një vepër të vogël, me një 10 dinar, me një 100 dinar, me 10 euro, me 100 euro, sadaka që ti a zbut ashpërsin e fukarallëkit dikujna, ka mundësi Allahu subhanahu wa ta'ala dhët, ta fala gjunajin. Nuk duhet vëzër, nga se të rahmeti Zotë i Gjelalu nuk është me punë të mëdhoja. Njëri me thonë, po unë së një gjenet Allah, unë si kam 1 milion euro, me thonë. Jo, vëzër. Pejgamberi sallallahu për me të tregu e neve, çfarë ka thënë? Ittaqun nara walau bi shaqqi tamra.
tut në një pizarmit, ru në pizarmit, qoftë me gjimës hurme. Apo, a ki pa shpesher thonë, o gjo, a ban mi dhanë që të hekri qka i kam povlo, ban mi dhanë, jepi se nuk i dijet, 5 dinar, ani be jepi 5 dinar. Kalit e nefsin, ani nëse se ki nefsin e madh me dhanë, shumë, jepi pek, hiq më senal. Me gjisë hurme, ruje me gjisë hurme. Pejgamberi alayhis salam dhe sa më shiko, kur e përshkruan rahmetin e Zotit xhelalu. Si e përshkruan dhe Zot? Ka qenë një lavire thot para juve. O ka një gruaje lavire, ka bo lavirllok o dhe Zot. Ndërkohë që na do dhim tani te ky ajeti ku thot Allahu te bareke ve teala, walladhina idha fa'alu fahishatan, ata të zot bojnë fahishe, punë liga, punë amoraliteti. Ka qenë thot pejgamberi sa para juve një gruaje e cila ka bo amoralitet, dhe për ta marrë emrin amorale du të me bo ata shpesh, jo një herë. Thot alayhi salatu wassalam, një ditë tu kalu udhës, e shani qenë o vëzër, krijesë e cila nuk i kushtohet rëndësi, e nënshmume. E shani qenë silët rreth një bunare, së më pi uj. I atë shumë do me pi uj, së më pi uj. E shani se kur qisë më po vjen të uj, kjo e merë këpucën e vetë, e mush me uj, edhe jale qenit për para. I thot Allahu subhanahu wa ta'ala, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, faleminderit, ti fala gjunaat. Dhe se shikol, besimtari duhet ti kap këto momente, ku ta shif se dikush anë i zorë, kap e vlaze, ti fala Allahu ki gjunaat. Allahu është falëndërues, shakir, kemi vërrejnë me shakir. I thot pejgamberi sa, i tha Allahu kësaj lavirës, faleminderit. Çka o vëzër? Atë qenë mundet Allahu në forma, miliona forma me ushije, por ja ka falëndëru kësaj veprën. Ka thonë faleminderit që e ushjeve qenin, ta falëm gjunajnë. O dhe ajo këpuc me uj, sa ka pas me në ati uj, me pije. A di që ta më thonë amoralitet, zina me flet me burat huj. Vetëm këshyre dënimin që farë e ka pru shëriati për atë njerin dunja që ban amoralitet dhe është i martum, dhe paramendoj që ka i ka falë Allahu subhanahu wa ta'ala. Vetëm lexoj hadithet që ka nërë për në akhirat, që ti vesh imaginata jote mundet me i kriju ato sirete si që mundet mund kanë. Së mundesh me kapti hakikatin e gjenemit i cili o përgatit për zina qartë. Zotin arruj për gjenemit, për kitë lojeve gjenemit, kitë vepër këqije keqe e vëzër. Allahu gjelale i ka thanë, faleminderit që i dhave për ju i qenit, ta falem lëvirlëkin. Andë vëzër, mos që në nëshmëmi, punë të vogla, e ushenë një kafsh, po me ushini njeri, po me ushini familje, po me nejtë mas një familjes. Allahu subhanahu wa ta'ala është falëndërues. Allahu gjallë është falëndërues. Andaj ka nërë hadithe, se ditë në kiamet e Zotit plot njerëz i falë, që e o kanë shti njerëzve borgjin. Thot ti si ma bujarë se une, shko. Ka një njeri, ka thonë alayhi salatu wassalam, ka pështu të Zotit, vetë se ju ka thonë njerëzve pare e borgj, edhe djemë të vetë, e kanë lip borgjin të njerëz që i kanë pos borgj. Edhe njëri ka thonë, valla s'kam, baba vetë sa ka thonë, habi leje, haj shtia, haj falja leje. Allahu ditë kiamet thot, ti si ma bujarë se na, ti s'munësh me shtim ma shumë se na jena ma shumë që falna. Allah na fal gjunat, ja rabbal alamin. Andaj shikosh ka thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, nxitoni në një xhennet, wa jannatin arduha, arduha as-samawati wal ard. Thot Allahu xhella xhelalu, nxitoni për ta fituar maghfiretin, falën e Zotit juve, edhe nxitoni për një xhenet. E kalon dhe zë kështu një xhenet të pashquar, që imagjinata me shkue në maksimum ku mund me shkue. Allahu don që ti me imagjinue çish mund më kanë ajo ditë kur ti në xhenet. Ta ka mundsu do lezetin këtë dunja mi përjetu, që vesh me mujt me kriju siretin. Çish duket ajo ditë? Çish duket kur s'ki as dhimt, as kri, as dhem, edhe para mëno atë ditë kur të thuhet ti nuk vdes mo. Nuk vdes o vëzër. Krejt lezetet e kësaj dunjoja, ka thonë Hasan Basriu, i prish e vërteta që ti ki me vdek, u kri. Edhe mu kanë mbrat i mbretërve, edhe mu kanë perandor, edhe mu kanë milioner. Apo, kotësht, se ki me vdek një ditë, dhe kjo e prish lezetin. Para më roha, di gjennetin arduha. Arduha, qa është arduha dhe zër? Arduha gjërësia. Apo, ard, i thojnë gjërësijes, tull gjatësijes. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, arduha as-samawati wal ard. Dërsa në surën el Hadid, kush është duke e përcjell me mushaf, le të shkojmë në një surë tjetër të Zotit te bareke ve teala, ka përmend Allahu xhelala të njëjtën mesele, mirë po me në tjetër formë. Në surën el Hadid
thot Zoti unë te bareke ve teala, duke përmend xhenetin e Allahut subhanahu wa taala dhe dallimi i cili o vëllezër se surja Ali Imran, kush e vërsi me Musaf 133, surja 100 ajeti 133 Ali Imran 3:133. Ndërkohë që në ajetin e surës El Hadid, surja El Hadid ajeti 21, cili o dallimi? Ali Imran ka zbrit Medinë, Hadid ka zbrit në Mekke. Në Mekke. Dhe në Mekke vëllezër, ajet që përshkruajnë xhenetin janë më detajshme se të Medinës. Për çfarë arsye? Se në Mekke s'ka pas dispozita. O kon të e nxit njerëzimin me hin fe, të e nxit me detale që ka në xhenet në xhenem të e çortue. Ndërkohë që Medinja, ajetet e Medinës janë shtetformuese. Janë individin që e ngarkojnë me dispozita. Pra këtë ti e di që ka xhenet e xhenem, s'kena atë detale me të kallëzue, po të një hartë nxitim. Ndërkohë që në ajetet e Medinës e Mekkës ka më detale. Dhe kush i lexon ajetet e Mekkës e din, sa ti ka shumë më detale. Në ajetet e Mekkës ka ardhur në formë tjetër. Thot Allahu subhanahu wa taala surën Al-Hadid ajeti 21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Nxitoni, këtu është garoni. Këtu është nxitoni Ali Imran, këtu është garoni. Cila më e fuqishme? Sabiqu, garo. Se garo, se musara'a është me nxitu, po jo të ushtime dikan. Sabiqu është kur ti garon, po e kini mejdan ku mund me ta kalu dikush. Kjo është dallimi mes njëra me tjetër. Do të vim pasaj nëse na mundson Allahu te bareke ve teala edhe në këtë. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, deri këtu është ajeti i njëjtë për rreth sabiqu. Sabiqu këtu është sari'u. Pastaj ka ndryshuar. Wa jannatin arduha ka ardi as-sama. Ka thonë dhe një xhenet gjersia, hapësira e të cilit xhenet është ka ardi as-sama. Këtu ka thonë arduha as-samawat. Ha, dallon. Këtu ka thonë gjersia arduha samawatu wal ard, sa qiejt dhe toka. Këtu e kalon ke ardi sama, kjo më fuqishme. Se kjo është e kalon mutlak ke ardi sama, sa qiella pro lartësia pa fundsisht. Që nuk e din askush për Allahu te bareke ve teala. Wal ardi, këtu ka thon uiddat lil ladhina amanu, ndërkohë që këtu çfarë ka thon uiddat lil muttaqin. Është përgatit ky xhenet për të devotshmit. Këtu ka thon është përgatit për ata të cilët amanu billahi wa rusulih, i kam besuar Allahut dhe të dërguarve të Zotit. Thot Allahu xhelle xhelalu, "Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wallahu dhul fadlil azim." Allahu xhelle wala, kjo është vlera e Allahut, i ja jep kujt të don, Allahu e ka vlerën e madhe, mirësinë e madhe. Këtu nuk ka një detale me tregue, në surën Al Imran ka kallzu detale. Andaj, çka kuptojnë nga kjo vëllezër? Se Allahu subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala e don hyrjen e besimtarëve në xhenet. E don hyrjen e besimtarëve në xhenet. Kur gjë sfiton vëllezër Allahu që të kemi në xhenet. Kur gjë hiç. Sikur që kur gjë nuk dëmtohet, as nuk i bëhet vonë nëse i xhenem. Nuk i bëhet vonë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i fut banor të xhenemit në xhenem, thotë nuk më intereson, la u bali. S'kam konsiderat për ta. Runa Zot. Kujt e thirr, kanë e thirr, kujt i klith, kujt i bërtat, s'ki kur kujna. S'ki. Andaj shiko, kjo është veç për rahmetit Zotit. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Nxitoni me ezan maghfiretin dhe falën e Zotit juve, pastaj ka thënë wa jannatin arduha as-samawat wal ard. Gjersia është sa qiella, sa qiejt edhe toka. Këtu vëzër ulemat kanë debate të ndryshme se për çka është për qëllim gjersia. Çka është gjersia vëzër? Pra skaj. Ard o këtu muri, pra deri sa ko qiej edhe tokë. E lartësia, lartësia deri ku shkon vëzër? Deri në arshin e Zotit madh te bareke ve teala. Allah na mëson xhenetin më të mira ya rabbal alamin. Thot Allahu subhanahu wa taala, arduha as-samawati wal ard. Ka ndodhur disa dietarë, sikur që ka përmend disa prej tyre në komente, ka thënë arduha, arabët e përdorin për çmim. Arduha, nëse i thonë artikujve, a'rad. Kur ti nxjerr artikujt e tua në dyqan, i thënë a'rad, ard. I ke prezantuar. Ma'rad, i thënë panajirit ku nxjerrën gjërat për me i shit.
Tani, ka në disa djetarë këtu qka për qëllim? Ardu has-samawatu wal ard, edhe qijet, edhe tokën me dhanë së në blenë, po me maghfiretin e Zotit jetë atë. Pro s'ki pare ti me blenë, me qa e blenë ata vëllezër? Me qka e blenë? A ka dikush pare me e blenë këtë tokën? Tokën e dunjajës? S'ka. S'ka kërkush këtë kudret. Para me në tokën e xhenetit vëllezër, që Allahu subhanahu wa taala e ka bërë kusht veç me iman me hinja që Allah na mundsof ya rabbal alamin. Andaj disa peditarë kanë thënë këtu është për qëllim me tregu vlerën e madhe të xhenetit dhe jo përshkrimin e tokës. Megjithëse dietarët disa prej tyre thonë se këtu është për qëllim përshkrimi i gjërësisë së tokës së xhenetit. Uiddat lil muttaqin. Kjo është më e rëndësishme vëllezër. Është përgatit për të devotshmit. Atje në surë hadith ka thënë uiddat lil ladhina amanu billahi wa rusulihi. Është përgatit për ata që i besojnë Allahut dhe të dërguarve të Tij. Ktu është ka thënë për të devotshmit. Nga se këtu ka retorik ndaj atyre të cilët kanë besuar në bazë. Pastaj ka përshkruar të devotshmit. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Alladhina yunfiquna fi s-sarra wad-dharra wal-kadhimin al-ghayz wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Vini në vezë. Andaj shpesh kemi thënë dhe përsërisim, imani nuk o muhabet, nuk o laf, s'është ligjërat. Imani është jetë, është damar, është shpirti jot. Ai i cili rreshtohet në mesin e besimtarëve dhe i beson Allahut dhe të dërguarit të Tij, ai duhet me ditë se pa vdeksën në xhenet. Dhe kjo rrugë është rruga e xhenetit e cila nuk ka mundësi besimtari me asnjë kompromis me thonë po ani pro pena. Nuk ka mundësi. Se s'ka rrugë tjetër o vëllezër. Inna ad-dina inda Allahi l-Islam, ta Allahi feja vetëm Islami, s'ka tjetër fe. Andaj besimtari duhet të përgatitet me cilësitë e devotshmërisë për të arritur xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Tani vëllezër, përcjellën me vëmendje ajetet kuranore. A ka këtu pretendime, a ka slogane, a ka adresa apo ka punë? Dhe këtu vime të një mesele tjetër do të vim pasaj më detalj. Me lenë Allahu të barek këtë asot e kemi vetëm të marim në përgjithsi se Qfar na prezenton këtu Allahu subhanahu wa ta'ala, qfar i prezenton besimtarëve të parë. Pasaj do të vim të një mesele tila shumë e rëndësishme. Cila është mesele? Se nuk mundet me unda besimi me moralin. Nuk mund të ndash devotshmërinë nga akhlaqi. S'mund të ndash tauhidin nga sjelljet. Allahu gjela kër e ka zbit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Gjën e parë që e ka shëru dhe e ka mjeku është sjellja. Innal insana la yatgha. Insani e të pron, ka thonë. Insani në bazë e të pron. Arraahu staghna. Se ja mërmenja se mundet vet. Andaj këtu vëzë do të shojmë tani. Nëse lexoni me vëmendje, me shumë vëmendje, me përsjatje thellë, do ta shihni se këtu Allahu subhanahu wa taala flet për morale. Flet për morale dhe thot kush e ka për qëllim me inxhenat në ti këshire çto punë, çka po I kërkojna. Vini edhe vëzë. Thot Allahu te bareke ve taala, uiddat lil muttaqin. Ky xhenat është I krijuar. Ja ne besojmë lecionet dhe xhamati besojnë se xheneti është I krijuar tani. Apo Allahu ja ban kiametin dhe e fut ata kandoje. I ka kriju Zoti I Madh te bareke ve taala. Është bërë gati për të devotshmit. A kthejmë vëllezër në fillim kur e kemi nis tefsirin. Çka kemi thënë te surja Al-Baqara? Çfarë kemi thënë? Surja Al-Baqara thotë Sheikhul Islam Taimi rahimahullah e ka përfshi krejt shariatin, krejt fejen e Zotit te bareke ve taala. Apo çka thuhet në fillim të surës Al-Baqara? Alif Lam Mim Zalikal kitabu la rayba fihi hudan للمتقين. كتو أعدت للمتقين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم. Kret ajetet cilën runu devotsh. Ne përkthemi devotshëm. Bukfaleshta ata shka ruhën. Besimtari këtë veprat I ban murujt për gjenemit. Këtë vetët I runë murujt për gjenemit. Më zberën në gjenem
edhe të mrinje me lejnë Allahu te bareke në xhenetin e Zotit xhelle xhelalu. Thot Allahu subhanahu wa taala, ky xhenat është bërë hazër për të devotshmin. Katalogi, udhëzimi, navigacioni. Sura Baqara. Hudan lil muttaqin. Ky Kur'an në fund me ba mi shku pas në xhenet përfundon. Allah na bof nasib ya rabbal alamin. Ama du të mi shku harf për harfi, mana për manaje, domethani për domethanje. Jo me besu diçka e me lan diçka. Kur'ani është tërsi. Kur'ani është pasqyrë e madhe. Dush me nxjerr komplet veten aty. Apo, a ke bën kur shkon te doktori? Thot ama gjakin, ama urinën, apo ama pshtimën. E merr edhe hunën ta kontrollon. E merr ta kontrollon edhe temperaturën. Pastaj nëse s'mjafton, hena gjojnë qizim edhe ma tepër. Detal për detali, detal për detal, dërti vim, dërte smuja. E nëse një njëri thot, unë e tut në pikti aparatit, po s'ki me morë vash kushije, qka i edhe, qka të munon. Andaj duhet Kur'anit mja prezentu vetën komplet, që unë jam qëkyt, qështu, me gjunat e mija, me gabimet, që jam, qish më regulluhe. Nësi i prezentohesh veç pak, ka mundë si i mërë dritë veç pak. Sa i prezentohesh qas shmer. Apo, andaj thot Allahu subhanahu wa ta'ala, uiddet lil muttaqin, ky xhennet është bë hazër për të devotshmit, ata që ruhen. Cilët janë këta? Tani na tregon Allahu subhanahu wa ta'ala, alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wad-darra. Ata të cilët dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala, i japin në të mira e në të vështira. Vini në vëzër këtë ajetet të madh të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pse ka përmendë vëzër Allahu xhelala dhënien në skamje dhe në kamje, ha? Për të reguar Zoti madh te bareke ve teala se besimtari as pasuria nuk e huton, as varfëria nuk e rrezon. Jep edhe kur ka, edhe kur s'ka. Kur ka jep pi falënderimit ndaj Zotit xhelel xhelalu, e kur s'ka jep për çfarë? Për të reguar, ha? Për të reguar se unë i besoj Allahu subhanahu wa taala në gjendje të vështirë. Andaj Allahu subhanahu wa taala tregon për njerëzit të cilët kanë bindje në Zotin e Madh te bareke ve teala, duke i lavdruar të devotshmit prej tyre se ata japin në çdo gjendje. Pra Allahu subhanahu wa taala besimtari beson çfarë do lloj gjendje. Dhe jo sikur ata të cilët kanë thënë se njerëzit i kanë kriju besimet varësisht prej rrethonave. Apo ka njerëz të cilët nxengin llok thot alhamdulillah, Zoti i mirë vallahi. Unë gjithë të sejnë të jap. Mes provu pak i rrotullon muhabetet. Runa Zot. Andaj besimtari vëzër duhet me kriju perceptime të shëndosha në raport me vështirësitë, në raport me dunjan, në raport me skamin, në raport me kamjen, në raport me zengillëkin, në raport me fukarallëkin, në raport me shëndetin, në raport me smundjen, çdo gjendje çka i vjen, ki më kanë i gatshëm besimtarin në Allahun subhanahu wa taala. Se këtë gjendje të vinë, këtë epizodat vinë prej Allahut subhanahu wa taala. Andaj thot Allahu alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wad-darra. Ata çka japin, sarra çka kam sa dush, veç jap, sa dush kam. Darra ti vet ki zarar, ki vet ki zor, Allah thu jepe. Shikoj vëzër, Allahu subhanahu wa taala e përshkruan gjendjen e besimtarit i cili thot çitia kena bë hazër xhenetin. Çitia kena bë hazër xhenetin. Allahu na bof nasib ya rabbal alamin. Gjithashtu vëzër, Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet çfarë ka treguar? Se besimtari mundet t'i afrohet Allahut edhe në zëngin, edhe fukara. Nëse jenë sarra është ki shumë, mundesh me afro Allahut, jep. Njëni thot, po unë e fukara, që ka të baj? Sa je fukara? Po thu, nëse një jap 100 euro, një jam unë jep, po, afrohet Allahu gjelluara. Ka thonë alayhi salatu wassalam, 1 dirhem ja ka kalu 1 dirhemit. Çu që ka kalu vëzër? Nuk e dim që ka në zemrën atina. Ka mundësia 2 dirhem i ka pas, këtë një e ka thonë. A ka mundësia 1.000 që i ka thonë i ka pas 1 milion, 1.000 i ka thonë, po, ma shumë i ka thonë. Ama krasim sa i kanë met janë krasim me këtë fukaran ma pak. Andaj, shikosh ka thotë Allahu subhanahu wa taala, ata të cilët japin në sarra edhe në darra, edhe në skamje edhe në kamje. Dhe nuk duhet vëzër besimtari shumë me bo llogaria me Zotin e vet xhelel xhelal. Nuk duhet shumë me bo. Shiko vëzër njerëzit sot i lutin pasanik thot, merrbi veç të parë banëm aksionerët e timur. Merrbi veç të Shi njerëzit në këta bizneset, tregtit e mëdha me kapitalistët, çka bajnë? Thotë, a mund edhe unë një aksioner më bëm, do përqindje këto?
Ka besim tregtin e tregtarit, thot, shtini mu parët. Kur vene punët Allah, thot, mëse, që ato timat që ka i kije? Qatë sa ti jepsh Allah, që s'ka me të këthi? Me tima të be. Me trasha. Nuk ka tregti të hupt me Allahun xhel xhelalu. O vezër, a ka mundësi njëri me Allah një firmë se cila frekuenton me qindra mija euro, me thonë, merrni qëto 20.000 euro, 30.000 euro, 50.000 euro, shtinëm edhe mu në biznes. Apo? 50.000 që kitë ti shumë fishohet, të janë firme madhe. Unë jam kësioner, kam përqindjen teme. Po mi adhën Zotit xhel xhelalu, mi adhën Allahu subhanahu wa taala. A në vezër, tregto edhe nëse je i pasur me Zotin, po tregto edhe nëse je i varfër. Jap çat sa kije. Wallahi, Allahu xhel xhelalu nuk i lën njerëzit në ngushtica dhe në vështirësi të shpirtit, vetë se ato janë tut mi dhona Zotit xhel xhelalu. Vetë janë tut Zotit me dhona te bareke ve teala. Andaj nuk ka, thot Ibn Qayyim el-Jawziyja, nuk ka njerëz më zemërgjan, më rahat, më të lumtur se sa ata të cilët Allahu ja ka mundsuar më kënaq, më shumë kur japin sa kur marrin. Njerëz të shpirtit kënaqen kur japin. Njerëz të materialit, kjo është shumë thjesht e kije. Atë kënaqet shpirti kur i shti, a kur i nxjerr. Çajo i jetë, çasi shpirti kije. Nëse kënaqesh kur i shti, i jetë ngrej ka kapitalizmi, ka materiali, ka jahudizmi. Nëse kënaqesh tu, e kam nimu, shpirti tani thu, e kam nimu sot në fukara, shpirti mu ka kënaq. Shpirti u ka kënaq. Thot Ibn Qayyim el-Jawziyja, i kënaqet shpirti dorëllancit, sikur se i kënaqet shpirti atij cili merr. Që i kënaqet me ata. Pejgamberi alayhis salam, kur e shifte doni pasurinë në shtëpinë e vet, e merrte dhe shpërndante, thot Aisha radhiyallahu anha, u kthente, thotë, elhamdulillah, ja u dhash. Ka ndru jetë pa asnjë dinar në shtëpinë e vet, alayhis salam. Ndërkohë që mbretnit vdesin edhe për lahot këtë shteti ku mi gjuat të parë. Vdesin diktatorët me miliarda euro, s'din ku mi gjuat parët. Ndërkohë që Muhamedi alayhis salam ka ndru jetë dhe hurmat e funit i ka pas të marta me hipotekë të jehudia. Ky i cili e ka ndryshu botën, ky i cili e ka dash botës të mirën, ky ka vdek duke mos lënë pasuri, këtë njerëzve o kala. A këtyre njerëzve kur vdesin, sa parë t'i lajnë? Gjëja e parë, ti shka mundohesh për pasuri, gjëja e parë që kanë mu përla e vlatë të tu janë, jo ti. Ja. Duqani mu ma la baba, jo tije. Ma ka shkujt mua. A por që to ti e ebzora, kejtë kanë me të lanë. Kejtë edhe vlatë djarë ka mu përla për parët të tua. Sigur që ka thanë Zeynul Abidin, rahimahullahu teala. Andaj Zoti jon te bareke ve teala këta e vëzër i përshkruan besimtarët se ata japin në të mira dhe në të këqija. Vini vëzër tani këtij ajetit. Wal kadhimin al ghayz. Dhe ata të cilët e përtypin kadhim me mshël diçka. Wal kadhimin përdoret për njërin kur e përtypni diçka mrena. Thot Allahu xhelalu ala, ata të cilët e përtypin nervozën, hidhrimin. Çfarë ka lidhje këtu vëllezër? E dhanmja me përtypjen e nervozës. Vini në vëllezër Kur'ani mrekulli të cilën Allahu ja ka lënë këtij ummetit mu'jize. Kjo e mposh njerin, nuk ka mundësi 300 vet me lexu prap kam thënë prap çdo diçka se do morrësh. Apo sa ma i ult në dije, qatë që ma shumë duke si te morë vesh Koranin. Qatë që jam ma shumë thëdhosh, apo, se marrë vesh. Qatë që ma shumë nuk e marrë vesh. Apo, vëzër, që në kështu? Kur e ki morë vesh du njërë ma shumë? Kur i ka një vogër të ka duke se këtë sinet i ti morë vesh. Se mune jo, ta kanë me luqa, ti me angër dhe me ecë. Tu pjek, thu e nga trume, ka në ki mabet. Tu pjek, e nga trume. Andaj ka thonë poeti, pimjerimit është me kuptu herët. Kur janë nish me morë vesh, sidomos nëse merr pjekë është i ri, janë nish të vujt shumë. Ka një njeri te Sufjani Thauri rahimahullah me mësu ilm. Edhe i ka thënë Sufjani ka marrë me mësu ilm, ka marrë me mësu hadith. Ka thënë mirë se erdhe për me vujt. Ka do me ditë, ki me vujt. Se ai çka di, ka me vujt. Ai çka zegi po këtë rahatri. Jo më shku të çajtorë më të lumtur skazat e ata. Ama nuk do me thonë që di ai. Ai nuk do me thonë ai pi ignorancës dhe thellë çka ti mrena, apo ja ka pru Allahu dunjën gjokera. Çati i këna tracire ko. Apo dhe ti thu
Po është ka kive valla une. O s'dija lejen e gjitet aty. Ma mira është me ditë me vujt. Sepse çka tha pejgamberi alayhis salam, tha Allahu subhanahu wa taala, nuk jam ledhun e robit di vujtje. Ja baj me vujt dunia, ja ahiret. Ma mira me vujt dunia vëllazë. Ma mira me vujt dunia. Harxhohesh këtu, mos harxhohemi atje. Lodhë këtu, raskabetu. Njerëzit të cilët kënaqen këtu, edhe zhiten këtu në lezete, nuk kanë mundësi atje mi shiu vëllazë. Andaj Allahu subhanahu wa taala shka thot në Kur'an, adhabtum tayyibatikum fil hayatid dunya, ju thot qafira vë ditën e kiametit, i keni harxhuar të mira në dunia. Një ditë për ditë ardhi Omar ibn Khattabi radhiyallahu an te pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe i tha ja Rasulullah, si ka mundësi be persianët herën këtë jastik e herën atë jastik i zgjatë të jastikat, ndërkohë që krahi jot u ka vizatu prej hasrave. Edhe i tha pejgamberi sa, o biri Khattabit, o Omar, ata në dunja në akhirat, në akhirat u kriki muhabet. Apo sa për e muslimanëve quri, thot, pse për musliman qështu? O, e ke da, një problem e këna besimtar. Edhe deklaromi për akhirat, e mësane stejnë davnojnë për dunja. Allah, keve për akhirat ti, a u kandidove për akhirat. A mund është me paramullon një njëri mu kandidu për që me him pun filan firmën, edhe mi arë keq pëse më filan firmën tjetër ka pranur dikuj tjetër. Po ti si kandidu ba atje, ty të kjo i kandidu. Ti dush me pas gajlën që to ata të pranojnë. Jo ata, na vëzër, du të me e dit qartë, ku e kandidu o vlo? Unë e du gjenetin, u kri tash puna për qatë mund. Këto le ta lavrojnë dunjajën. Musu tash, njani kish bon 1 milioner, shpirtja të mkajt. Po ti s'kan e kandidu për atje. Ne vëzër, që shtot i bënkaj me gjëzije. Ne bëjmë marveshje me Zotin, pasaj na i prishin njerëzit. Po t'jam Allah në ki barë marveshje. Nëse thot ti kolega në pun, kolega jot në pun, thot shefi s'ka me të adhon ti rogun, qka i dhuti? I bën kam i gjëzije, thot, qka i dhuti? Ti thu mund s'kum ba kontrat me ti. Unë marveshjen se kam me ti e kolega jem. Unë marveshjen e kam me shefin. Nëse ajmë thot s'ta e rogun, atë në regull. A në vëzër neve nuk ban me na e mashtruhe. As dikush që na i ban rafsh, thot, ti gjenet li, vëllo, mustanije, ti i gjenet li. Edhe nuk ban me na mashtru dikush këna thoje, se ti e gjenem li, me na tut. Ase para, ase ditas na ban dobi, heq fajde, heq. Mu mbledh, keq kupi me thonë, na e kena vendos vëllo, po menon që i në ti gjenet li. Menon një shka doni vëllo. Menon shka do, qka dush menon. Edhe mu mbledh, keq kupi me thonë, o ti gjenem li, na e dina. Nuk ban fajde, nëse Allah u gjatë me shtin gjenet. Sepse çështjet matën të Zotit e bare kjo e tale me hakikat, jo ma të shka thë njerëzit. Andaj, ndaje, unë jam kandidu për akhirat. Qka i tha për në Omerit? O Omer, ata për ndunja e kanë, na për akhirat, u kriki muhabet. Shkove se sa qartë i ka nda për nga mberi sallallahu alaihi wasallam. Cila dhe zë lidhja ndërmet hidhrimit dhe gëlltitjes së hidhrimit me dhënjen. Cila? Ata të cilat japin në kamje dhe skamje dhe emposhtin mlefin. Se o dhe zë, shkove që ka nda komentatorët në këtë meselë. Ka thonë djetarët, ka thonë Allahu subhanahu wa taala e ka lidhur çështjen e dhënjes së pasurisë me mposhtjen e hidhrimit për çfarë? Që dhënësi kur t'i jep parët fukaras apo për një ndihmes, mos t'i jep për vetën e vet, për epshin e vet, për egon e vet, po t'i jep për rizallëkun e Zotit vet. E vinin edhe zë kjo shumë më nëncin nga se si cili s'provohet me këta, si cili ka merak me dhanë edhe ka merak një judit pak. Shiko dhe zë, el kadhimin el ghayz, dhe atësët e përtypin mlefin. Pse ndodhë kjo vëzër? Nga se ka mundësi njeri ju me hi në derën e si e facis pa e dit. Qysh he? Thot që kina gjali mirë, navla, ti je i keq, tu dujtë janë musliman. Thot ti ec. Për shkani të dhanti, për vetja për Allahin. I ki dy njerëzi, filani dhe Allani. Filani edhe Allani. Tu dujtë janë fukara. Njani të ban qefin ty, tjetëris të ban. Ama njani, shka ti se do, ma shumë të bëhet kabul me edhonë zëqatin nëse së takojnë të aj, dhe i mesë se së të ki tjetëri. Allahu shka thot, wal kadhimin el ghayz. Poshtë e mlefin, japja që ti e pëse se do. Pse? Se si të edhonë ti për veti, ti të edhonë për knacin e Zotit tanë. A i shka të ka prish ti, me lukthin tanë ka të boja. Allah e thot, shtri dhe lukthin, japja që ti qka për të tamune. Dhe kjo i ka ndohë vezër kujna Ebu Bakr Siddiqut radiallahu an, shokit partë për nga mberit alayhi salatu wassalam, i cili e ka pas një kushëri.
e ka pas imnin Mistah ibn Athath. Ky ka qenë kushëriri i Ebu Bekrit dhe i Aishës radiallahu anha. Dhe në fitnën e Aishës, kur bin plot pi muslimanëve në natë sprov, dhe fillojnë me fol, dhe një lafshtu, apo? Edhe që këtë Mistahin, Ebu Bekri ka mojt me pare, me rokë. Vazhdimisht i ka thonë unë të mojtije, konë fukara. Edhe ky fol ky. Sepse dhe njeri ju zakonisht provohet me të afërmit, jo me të largëmit. Me të afërmit, jo me të largëmit. Pse me të afërmit? Se ajti ishe gabimet. Ajti ishe gabimet, i largëm. Qysh mund është më rogë ti me njonin kin? A mund e rrejnë dhe njonin për 1 miliard e 400 milion kinezve? Cëllin e rrejnë ti? Shas nja. Për shkupit, gati ketë. Pse? Po mazojnë u dhe në vlog të. Për shpi, krejt. A da e ka thonë arabët e vjetër, el akarib. Akraballoki asi akrepat. A i sënë ven akrepi kines me të kaq. Ama akrepi gjalimigjës ati nga a i të kaq. So që nga të kje. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala i sprovon njerëzit me të afërmit. Allahu gjela i sprovon njerëzit me të afërmit. Dhe vini rëzër, njeriu shpeshar pi mlefit i ndan gjërat me lukthin e vet. Thotë që ta du të me një muë, se shumë a gjalimir. Ka mund që i hitë sa gjalimir, ama ki i duket. Ki kur ti nimon që tira, a i nimon për rizallak të Allah, ta për rizallak të vetin. Që ishtë do që i khullu samë dhe mje, mbretrit i apin për vetin e vet. A ki po mbret në thotë, shpërndani të ndera vla. Pse me shpërndani të ndera? A ishte shpërndani të ndera për ti. A edhe kur ti jep parët për vetin e vete, e deti dhe nësë më kritikon ata ona. Pse i mbyllin gojat e njerëzve. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, wal kadhimin al ghayz, dhe ata të cilat e mposhtin nefsin edhe mlefin. Për çfarë arsye vëllezër? Sepse një numër i madh i njerëzve, thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, i bëjnë disa vepra të cilat i mendojnë se janë duke i punuar për hir të Zotit te bareke ve teala, ndërkohë që ata janë të punuar për hir të nefsit vet. Argument. Thotë i kumboni jetë më dhon 100 dinar. Mirë, kujt ja dhave vëlla? I dosti ta me një gjali mirë, mashallah, falet e... A edhe një tjetër? Jo. Do më thonë, ti nuk jep për Allah. Nuk jep për Allah, ti jep për nefsin tanë. Ti jep për hirë nefsit tanë, ti jep dostave tu. Ti jep ati në qka do ti. Pra ti jep për ty. Si ti thonë për Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndërsa Allahu që ka thotë, aj qka e ban një vepër, edhe mban mu ortak, me dikan, në këtë rast, nefsi jot, egoja jote, nervoza jote, atëherë, Allah të tune e lanë këtë. Së më duket e jo vepër. Ta Allahu vëzër pranohet puna, veç ka e pastër. Andaj Fudajl ibn Iyad ka thonë, që kjo ta këput kurrizin. Aj disa rana tim me e ba një punë veç për Allah. Provoj me ato shka si do. Thotë që i khulli sa më të imi rahimullah, e disa për njerëzve e din kur janë duke punu për ego apo me ria, po ka shumë për veprave vëzër çfarë? Janë të fshehta. Dhe kjo vëzër kur shqyshifët, kur ti e do dikan, apo nuk e do dikan. Andë vëzër, të dhënurit e pasuris, dhënja e pasuris është hak i Allahut edhe hak i fukarajës, jo i zenginit. Fut në qëta në dy vija poshtë. Edhe një edhe me dhanë pare, minimu e dikujta. Një, hak i Allahut për i zalokin e ti. 2, hak i fukarajës. 3, s'ka. Ti s'ki hak në ta. A mund është me thonë njërit, ta kam thonë zeqatin la, mëshara e qetë. Filan ditën, filani ma dha zeqatin. Më përmen muhe. Jo, s'ki hak të ati. Ti e jep zeqatin, na. Kjo, ti e krinë obligimin dhe Zotit, e ke gjetë fukarajën, të dy hak janë. Hak i a Zotit edhe hak i fukarajës. Ti ku i e këtu, ti si e. A dhe qka tha Allahu te bareke ve teala, wal kadhimin al ghayz. Çka i kishte ndodhur me Mistahin? Mistahi vëzër kishte ranë sprovën e Aishës. Çka kanë fol diçka. Ka thonë, bura gruaja kanë mel vet, ku e diçka, kështu më radh. Atëre Mistahi, atëre Abu Bekri thotë, edhe ki kushërinja, edhe ki ka fola, pasha Zotin kur më një dinar që jap. Allahu që ka zbita jetë, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'a. Mos të bëjnë be njerëzit e mirë. Shiko vëzër, njerëzit e mirë, ti njëri mirë je. Ti je njëri mirë. Wala ya'tali ulul fadl. Para në që ka lezu këtë ajetë o vëzër Abu Bakr, kër i ka thënë Allahu xhelalu ala, me gjësa atë kritikue, ama Allah të lavdrue. Mos të bëjnë be njerëzit e mirë, edhe që kanë pare, që s'kanë mi u dhanë fukarave.
Sa e ka lexuar që këtë ajet e Abu Bakr Siddiku, ka thonë po zot, po. Ka shku te Mirsahi, ka thonë. Çe. Me hariparët. Pse? Ja ka prek nder vëzër çikën. Dhe çfarë çike gruaja e pejgamberit alayhis salam? Gruaja e pejgamberit alayhis salam Allah ka thonë, "Shkoj japi." Se ti dush me u pastru. A dhe më fuqe ka thonë, "As do t'i Allaj me ta fal gjunajna." Po do. Ku çolli për neve s'ka nevojë me ja fal Allahu gjunah. Andaj vëzër. Wal kadhimina al ghaid, dhe ata që e mposhtin mlefin. Çfarë është vëzër? Është se mlefi dhe nervoza nuk duhet të ndikon në çfarë? Në dhënje dhe mosdhënje. Nuk banë vëzër, ti kur je nervoz me dikan, apo i dhrum me dikan, apo në khasmëri me dikan, apo kundërshtim me dikan, nuk banë me ja hangër hakin. Nuk banë me ja hangër hakin, vëzër. Që që ndodhë plotmi muslimane fatkecisht, apo munohet kundërshtarën e vetë, ja me qitë qafirja s'ka. O vëzër, kjo qefi jatë. Po sori zallë ki Allahu gjele gjelalu. Po ti e ki mori në adisht tash, do me pa atje esfeles safilin në shtresën mat ullë gjenemi. Po kjo nuk shkon qysh do të jo, vëzër. Se ti nuk e ki liftin e gjenemit. Se të ka caktu zoti rojtar ati. Apo munohet njerëzi me imen gjetë një tekste, një germe, një asi. Pse vetëm të tregoj se ti t'i shekon në gjallë të kone Ibn Seluli t'i shekon me ta. A që shtu shkohet më abetja, po nuk ka kështu, vëzër. Wal kadhimin, më poshtë e mlefin. Kur ta shif se dikush ta ka përmen, ani poshtë e mlefin. Ti jeton për Zot, ti jeton për ata. Kur ai di sa e gjanë vëzër puna e Zotit te bareke ve teala. Rizallahu ya Allah subhanahu wa taala. Vëzër shiko, wal kadhimin al ghaid. Cili është vëzër ai cili e mposhtë nefsin? Është ai cili te Allahu te bareke ve teala wal afina anin nas. Është ai cili e mposhtë mlefin, jo veç ka vëzër. Edhe ja u fal njerëzve. Këtu vëzër kemi disa lloje të falme. Kemi njëri i cili e mposhtë mlefin, edhe ka kudret. Kemi njëri i cili e mposhtë mlefin, s'ka kudret. Tu diç për blejën. Varësisht nga inati dhe mundësia. Për shembull, dietar thon, nëse mbreti e mbledh mlefin, nuk ka sikur njëri popull i thjesht. Pse? Sa mbreti ka ushtri. Edhe kur thot, habe leje falja për i Zotit Gjelle Gjelalu, këndrishëm shpërblejet. Dhe ndrishë shpërblejet njënë me thonë, habon së një baj këti kur gjoha, baj për ja fali. Edhe ki shpërblejet, se e ka shtim lejfin mrena, ama nuk ka si hajtë që ka takat. Andëzër ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith ka zirë Imam Ahmedi dhe Imam Ebu Dawudi dhe Tirmidhiu, nga Muad ibn Anas radhiyallahu an, ka thonë alaihi salatu wassalam, men kadhama ghaydan wa huwa qadirun ala an yunfidha. Bini dhe zërë, çfarë tham? S'ka ndarje mes besimit dhe moralit. Zndahën këtë dia. Ka thënë alayhi salatu wassalam, kush e përbin gëlltit nervozën e vet, Allah na bëf fitnë. Ja sot në nervozon, pin sabat dhe në akşam, sot nervozat bëhen. Në shpejt nervoz, del nervoz, në komunikacion mos folmi. Jetojmë kohë vëzë kur njerëzit, çfarë tham, vrapojnë shumë, nuk e din ku shkojnë. Ketë gutën pa qëllim. Kujtu shku Allah? Ngutët sikur me ezon namazin qabe, hatu dalë në qajtore. Kjo është mjerim o vëzë që ka i të ndodhë njerëzve. Shikush ka thot alayhi salatu wassalam, kush e mposhtë mlefin dhe ka kudrat muhakmar, da'ahu Allahu azza wa jalla ala ruusil khalaiq, e thirë Allahu ditën e kiametit para ketë njerëzve. Ta morin vash ketë njerëzit këtë vetë për të mirë që e ka po ki njeri. Yawmal qiyamati hatta yukhayyirahu Allahu min al-huri al-'aini ma sha. Ditën e kiametit e thirë Allahu para ketë njerëzve, edhe i thot, zgjedh cilën hyri për e do. Allah në mundë sofja Rabbal Alamin, cilën hyri për e do. Andaj, gjëja e parë cila vëzër, njeri ka kudret, është i mlefost, është i nervozum, është i bam zullum, e shtyp. E thirë Allah o të zgjedhe. Të ndu, se ke shtyp. E ke shtyp. Dhe i dyta cila vëzër, është kur njeri ju nuk ka kudret me hakmar ose me këthije, po ka mundësi me të shah, ka mundësi me të ofendu, ka mundësi të vetvetja vetë me thona i pese, me të malku e kështu më radhë. Që ka thot leje falja, vële afina, leje falja. Që kjo vële afina anina, që ka vëzër, leje falja, qoftë edhe nëse këti veç me të shah me mundesh me e këthije, edhe nuk e këthen, Allahu Gjelluala
ta llogarit për shpërblim. Andaj dhe zër, varsisht nga fuqia e nervozës dhe e kudretit për hakmarje, kur të mbledhen të dyja bashk me ngëlltitjen, shpërblen Allahu në varësi për kësajna. A dhe zër, sa jemi në për këto morale, qiko? E mposh mlefin e thirë Allahu. Klitha janë njëra me tjetër. Klitha janë njëra me tjetër. Wal afina anin nas, dhe ata të cilat i falin njerëzit. Për shka ka për vëzër i falin njerëzit? Sepse vëzër ka mundësi njeriu e mposh mlefin, edhe ti thu mos u hakmir, mos u shaj, mos ja kthe në rregull. Edhe shtash ti thu po falja. Thot ja, me ja falja. Tash Allahu ja thim njerin në shkallë të larta. Thot jo, falja. Ole afina anin nas. Kur t'ja falë që vëzër, komplet lirosh. Se ka mundësi ti, ja, nuk hakmirësh, ama e ma që tu nervozën. Po, si ke bot dam, ke pështu pi asaj që ti si ke bot dam. Por nervozat ban dam këtu. Mrejna ty të ban dam. Allahu shfarë thot, liroju komplet. Merë nervozën, gjuje jashtë. Ole afina anin nas. Apo, dhe ata të cilët i falin njerëzit. Dhe zë, kur ti fal njeriu, ti pari lirosh, para se me liruat. A këni pasa njeri të natën, kështu para se me ra me fletesh, që tonë, po halal beka Bërgjum, as temperatura së kiship, as sheqeri së kiship, as tipe së kiship, as kiship me shejtanin, me shëtit, kështu, ashtu. A dhe zër, sa ma i këpu gjërat, wala afina një nas, falja. Qiko dhe zër pejgamberi sallallahu alaihi sallam, i kanë thonë në Mekë, kër e ka qiru Mekë, kanë thonë, qa ki me bëhe? Ja, qa ki me bëhe? Ka thonë, të falë të kini. Kjo ka liru vetëm. Pas të liru edhe ata. A dhe vëzër, fjallë Allahu të barek e vëtëra, dhe ata të cilët i falin njerëzit. Kush o vëzër më meritori më e falë? Njerëz më të ngatë. Andaj shpesh e gjeni në Kur'an vëzër. Që dhëtë Allahu të barek e vëtëra, jes'elune kema dhe înfikune. Kul ma anfaqtum min khairin, felil walidejni wal aqrabina. Të pysin ti o Muhammed, çka me dhanë, kujt mi dhanë, sa pare mi a dhanë, edhe pika me janis. Allah dhët, japni pi pareve të mira çka i keni, pi fitimeve të mira çka i keni, ku mi janis? Falil walidejni, pi te babe nana. Qëti nisi, një pi qëti, mangat i gjata. Walil walidejni wal aqrabina, dhe mangat. Qysh nisë dhe zë mangat, fillohet me prind. Nanë e babë, 3 me 1, 3, 1, njëherë nanës, babët. Do më thonë, shumë ma i thirë urije mi a falë nanës se sa babës. Mirë po me rënë, ja falë nanës pa kushzim, pastaj babës, pastaj e vladve, pastaj vlezërve, pastaj gruas, apo pastaj shërbëtorët dhe kretë punëtorët që ka i kije mangat. Do më thonë, nisët pejma pi mazngati, baba dhe nana dhe baba, pastaj kalojmë të fmit, pastaj kalojmë të vlezrit, pastaj kalojmë të gratë, bashortët, dhe pastaj kalojmë të punëtorët edhe ata të ty e të shërbejnë apo punojnë me moditje e kështu me radhë. Andaj vëzër, njerëzit sprovohen me çfarë? Me marrëdhënie dhe raport. Andaj thamë, ti ai në Kinës të pengon, ai në Rusis të pengon, ti të pengon çaj çati shpesh ka e kije. Ti të pengon çaj kushia çati shka e kije. Pse më sa më thot, ai i cili kushia rahat pi ti. Shka thonë, ai i cili në qëtër kontinent rahat, pa i rahat apo mua. Unë jam rahat pi ti. Unë nuk e du të me vetat në Kinë, unë e vetë i këtë kushin, që shove që ki njëri. Aje di ma mirë, por ditë shep. Andaj shiko vëzër, sa mangat, aq ma shumë njerëzit kanë nevoj me i falë. Andaj, të jetuarit me njerëzit dhe përzirja me ta, qonë në shumë gabime. Andaj thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, wala afina alin nas, fali njerëzit. A ki qëfti me ta falë, po, falë edhe qëti. Dhe ata me ta falë, edhe ata ka nevoj me a falë ti, edhe ti ki nevoj me a falë atërve. Andaj ka arë hadith që kanë zirë Imam Ahmedi dhe Imam Ebu Dawudi dhe Imam Tirmidhiu, se Abdullah ibn Omeri radiallahu an të regonë se një njeri ka arë të pejgamberi sallallahu alaihi sallam dhe i ka thonë, ja Rasulallah, kem na'fu anil khadim. Shkëllë dhe që ka vetë për shërptorin. Ka thonë, ja Rasulallah, sa herë du të mi a falë shërptorit? Fasamata, thumme aade alejhi l'kelam, falemma kana fi thalitha. I ka thonë, për nga mësëm ka shujt.
Pastaj prapë nga këti ka thënë: ja Rasulullah, sa herë do të mja falë shërbëtorit? Ka shujt, 3 ndari ka thënë: u'fu anhu fi kulli yawmin 70 marra. Ka thënë alayhi salatu wassalam: falni shërbëtorët e juv çdo ditë 70 herë. Hadithin e transmeton Imam Ahmedi, dhe Imam Ebu Dawudi, dhe Imam Tirmidhiu në sunenet e tyre. 70 herë në ditë kanë me falë shërbëtorin, po e vladin, po vllahun, po nanën, po babën. Sa ma shumë rritet doza e afërsisë, shtohet nevoja për me falë. Shërbëtorit i ka thonë 70 herë në ditë. Dhe për kësaj kanë dhirë dietarët që njerëzve duhet mja u gjithë 70 arsye. E keni dëgju krejt se Fudajl ibn Iyad dhe të tjerë problema. Pika kanë dhirë, për fjallë që falë shërbëtorin 70 herë. 70 herë, pas taj nisja me qërtuve 71-ën. Nëse këshin zhvillu njëzë kështu jetën dhe zër, s'kishin me pas telashe. Gjithashtu dhe zër, Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përmen në ajetin në vazhdim: wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu xhelal i don bamirësit. Allahu xhelal i don bamirësit. Kush janë bamirësit dhe zër? Ata që t'i japin kur kanë e kur s'kan, që e mposhtin nervozën, edhe i falin njerëzit. Allahu i don ata të cilët bëjnë mirë. Kush janë këta tash? Të tala la ma shumë na duhet me ditë kush janë. Vazhdon ajetin 135, sot Allahu subhanahu wa ta'ala: walladhina idha fa'alu fahishatan. Këtu vëzër do ta citojmë një fjalë të autorit fi dhilal al-Quran, në hijen e Kur'an. Ta lexojmë ajetin, pastaj do ta citojna. Kush është përse me Kur'an vëzër? Ky ajet vëzër është një ajetet më shpresdhënëse, si të qelë këtë dritarët e shpresës. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala: walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Kur ata të cilët e bëjnë ndonjë fahishe, fahishe dhe zinaja, shikimin haram, bërja dhe një gjë amorale, aw zalamu anfusahum, apo i bën zullum vetvetes me një gabim, çfarë do lloj gabimi, dhakarullah, e përmendin Allahun, fastaghfaru li dhunubihim, dhe kërkojnë falje për gjunahat e tyre. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, e kush i fal gjunahat përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dhe nuk këmbgulin në veprën e gabuar që e kanë bë, duke qenë me dije se janë të bëhat vepër të gabuara. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, këta njerëz si shpërblim e marrin falen nga Zoti i tyre. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dhe xhennete të cilat në të cilat rrjedhin lumej, khalidin fiha, aty do të jenë përgjithmonë. Wa ni'ma ajrul amilin, sa shpërblim i mirë, sa fitim i mirë është për njerëzit që punojnë për hir të Zotit te bareke ve teala. Dëgjoni vëzër tani, cila është lidhja mes ajetit 135 dhe 134. Allahu subhanahu wa ta'ala vëzër na thirr neve një me dhanë, kur ki edhe kur s'ki, me mposht mlefin edhe me i fal njerëzit. Allahu i do bamirësit. Shikoj dhe çka thot autori i librit Fidhil al-Quran. Thot: wa ya li samahati hadha ad-din. Thot: për me çudi, sa e gjano kjo fe. Inna Allah subhanahu wa ta'ala la yad'u an-nasa ila as-samahati fima bainahum hatta yutli'ahum ala janibin min samahatihi subhanahu wa ta'ala ma'ahum liyatadhawwaqu wa yata'allamu wa yaqtabisu. Vini rëvës kësë fjalije. Thot: sa e madhe kjo fe, sa e madhe është kjo fe. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i bën thirrje njerëzve që ta falin njëri tjetrin dhe ta mposhtin mllefin ndaj njëri tjetrit. Thot: barabar me këtë, paralel me këtë, Allahu vetë ju kallëzon sa është tolerant vetë Zoti xhelle xhelalu, në mënyrë që ta shohin që i shfal Allahu, që ta shijojnë faljen vetën e vetë, dhe të marrin mësim dhe ta ndjekin shembullin. Pra Allah e thot: edhe Zoti fal edhe ti, se mira, a je rob i Zotit? A do Zoti me ta fal? Po, fal edhe ti. Shiko, Allahu që e kanë nxit muslimanin me fal, se edhe ti duhet me të fal. Walladhina idha fa'alu fahishatan, bile Allahu ta fal ti edhe fahishën, zinajën, amoralitetin,
Gjithçka që është shumë e shëmtuar, apo do një zullum, me kusht, do të përmend kushtet. Pastaj thot, besimtarët të devotshëm janë në shkallë të ndryshme. Mirë po, toleranca e kësaj feje, gjerësia e kësaj feje, rahmeti i Zotit që e ka vendosur në këtë fe, ndaj njerëzve ka bërë që edhe ata të cilët kanë bërë amoralitet, edhe ata të cilët kanë bërë zullum, Zoti ja u çelën. Hajde si dushtë. Ti thu, po unë së në emri Sufjanin, unë së në emri Ebu Hurairën. Allah thot, hajde, ta qelë me derën. Ka ardhë Amr ibn al-As radiallahu an, shoki pejgamberit alayhi salatu wassalam, hadith kanë zënë Muslimi. Edhe ka ardhë me pranun fejen të Muhammed alayhi salatu wassalam, 20 vjet punëtor për me vra Muhammed alayhi salatu wassalam. 20 vjet. Hiç sanal, as një ditë. Ka punu natë të ditë, pisi ka ardhë pejgamber, 20 vjet hiç su kanal ta vroje Muhammed alayhi salatu wassalam. Ka shkutin e Gjashiu, ai ka kërku. Banja kështu, dhe ki kur i ka menu këtë të punë, Zoti s'ma fal mua. Të ja zgat dorën e ka tërheq. Ka thonë Muhammed sallallahu pse pe ngrej dorën? Ka thonë ja Rasulullah, thash ta një kusht, ta kushzoj. Ka thonë çfarë kushti? O Amr, ka thonë me ma fal Zoti. Shkoz, çfarë inteligjencë, çfarë mençuri. Me ma fal Zoti. Ta zgoti dorën më të ma fale. Ka thonë zgatë dorën e Amr se Allah ti fal që gjunat. Zgatë dorën. Shko vëzër, Muhammed a.s. Allahu Gjellala ka qëtë të dërguar. Kjo njeri i cili e manifeston vetëm mesazhin, para me në robi ku të takot me Zotin e vetë Gjellë Gjellalu. Që i ka thënë a.s. Allah i vënon perde mes robit edhe njerëzve. Edhe ja përmen gjunat, e ki bo qëtu. Edhe në fund që ka i thot? Thot për nga mërë a.s. I thot robit, këto i ki bo tinza po t'i kalzojna. Që ki bo këto gjunat publik, edhe në publik s'po t'i kalzojna. Së të kena korit në dunia, së të korisim më së të akhirat. Allah në bafitën e ja Rabbel Alamin. A që dhe më thonë vezër, se njeri ju një gjuna mi dalë, sa ja korit. Ka thonë njëri për poetve, Al-Qahtani, rahimahullahu ta'ala, ka thonë mi dit njerëzit gjunat në mezvetja, selam nuk japin. Paramenu vezër, njerëzit ka rase si japin dikujt selam, veç se ka paramenu me trunin e vetë, një rren, ka thonë kima mërmenja se e ban që ta. Si jep selam veç se ka paramenu, me dit për një me. Për më veç, i kam, ja, thot, ma mërmenja që ki, që ka ban ki. Edhe si jep selam veç me qëket trunin e shejtanit që ka i përzit ati. Paramenu me dit një gjuna. Thot ka thani, me dit njerëzit që ka bojna gjuna, a selam s'na japin. Pa Allah në ka mbuluar, në mbulon me perdën e tina. Pa Allah i me dit njerëzit që ka bojna gjuna, as evladijat nuk do. Ande ka thënë Mujahidi rahimahullah, Gjanzi ibn Abbasi, ka thënë ditën e kiametit, Allah e korit babën para qikave të veta, e korit babën para familjes vet, kujdestarin e familjet, që e kush e kanti? Zotin arrujtja Rabbal Alamin. Andëzër du të me lut Zotin për perde mbulimi, dhe mos ja gris dikujt perdën. Kur ta shif se Zotit i kanë e kam lu, lehet mlu, mos e gris vëllezër perdën. Se e gris ti perdën, ta gris Allahu perdën. Reje i mbulum. Ka thënë Isa a.s. hadithin që ka transmetuar Imam Maliku në Muwatta e tina, ka thënë mos i këshirni njerëzit sikur më kanë zota. A Zoti çka për facust ka thua? Më ka thua mu këtu xhallat. Kush do bëj gjunave? Kush i jep ti? Kush i ti me njerëzve më hyn gjop? Ti e ke bën që ke gjuna. S'ka mundsi kështu vëllazër. Mbuloj njerëzit, që të mbulohesh edhe ti. Andaj ka thënë alayhi salatu wasallam hadithin që ka Imam Ahmedi, o ju musliman të ri, mos i ndjekni privatësitë e muslimanëve, se vallahi Zoti kam ja u zbuluar juve çka banin në katër murët e juve. Kujdes. Del te njerëzit, edhe deli hin me to i verbër, kthau i verbër. Nuk sheh kur gjë, s'keni kur gjë, pse? Sepse edhe ti duhet ki mbulim. Duhet Zoti me të mbuluar. Andaj dëgjoj çka thot. Thot Allahu subhanahu wa taala i uaqel derën besimtarëve mëkatar, që të futën në drejtet e larta të devotshmërisë, megjithse thot el fahishatu absha'u dhunubi wa akbaruha. Megjithse fahisha, amoraliteti, është gjunahi më i lig që mund ta bën dikush. Andaj thot Mustafa Sadiq al-Rafi'i rahimahullahu taala, dietarë të gjuhës arabe në Egjipt, çfarë thot? Zoti ja ka caktuar ndëshkim në dunja ati i cili o i martum edhe flem me një gruje tjetër bën zina, që në shariat nëse ka e meriton gurzimin. Pse meriton gurzimin? Me qato tulla
të shtëpisë çka e ka prish, do të më jasit krije. A prishën në shtëpi, po, a dhe shtëpi në krije për të nxjerr. Kjo hikmet i Zotit vëllazër. Mos flasna për dënimin e ahiretit. Thot, s'ka gjuna më të keq mas shirkut se kjo. Megjithatë, thot, nëse ata e bëjnë një të keqe, të zinas apo zullumit, por se pastaj çka thot Allahu xhelalu ala, dhakarullah, përmendin Allah, i kthehen Allah, staghfiru li dhunubihim, kërkojnë falje për gjunat e tyre. Kërkojnë falje për gjunat e tyre. Thot Allahu te bareke ve teala, wa ma yaghfiru dhunuba illa Allah. Kush i fal gjunat përveç Allah? Kush i fal gjunat përveç Allah? Andaj Allahu xhelalu ala u hap derën besimtarëve të cilët kanë bërë gjunahe me një kusht. Vesh me një kusht. Dëgjoj thot. Shartun yakshifu an tabi'ati hadha ad-din wa wijhatihi. Kusht i cili të kallzon se çfarë feja është feja islame, dini Allahu subhanahu wa taala. Cili është kushti i vëllezër? Ta përmendësh Allah, ta lartësosh Allah, ta bësh tesbih Allahu subhanahu wa taala. Kërkosh falje për gjunat e tua, pranoje gjunaj. Pranoje gjunaj. Thot, dhe mos të këmbgulin gjuna. Shko sa të ishte vëllezër? Përmend Allah, kërkon falje dhe nuk këmbgul. Kam bë, nuk e bëj më. Kërkoj falje dhe Zoti i Madh te bareke ve teala dhe bën dhikr. Thot, në vazhdim, thot, dhe duke e ditë se ajo është gjuna, mos të krenohet me gjuna. Mos ta gris perdën e marrës edhe turpit. Sikur që sot po tentohet me u legjitimu mëkati. Mëkati vëllezër është pjesë e pandashme birit Ademit. Ka thënë alayhi salatu wassalam, kullu ibn Adam khata. Çdo biri Ademit do gabimtar. S'ka teori as praktik as filozofi që mund të më nxjerr ti me laçe. Ja, ti gabimtar je 100%. Cila mos e legjitimo Allah. Gabohu le krijen, gabo ban istighfar, mos e legjitimo. Thot, duke mos e grisur perdën e turpit, apo me fjalë të tjera, duke mos dal nga rrethi i të qenurit të robi Allahu subhanahu wa taala, dhe të nënshtruar dhe të dorëzuarit në fund të fundit. Andaj do të mbesin në mbrojtjen e Allahut dhe në gjerësinë e madhe të faljes së Tij dhe rahmetit të Tij, nëse ata e plotësojnë këtë kusht. Vini rreth kësaj fjalie vëllezër. Rreth kësaj fjalie. Sa boj pas ka vakt. Thot Allahu subhanahu wa taala, walladhina idha fa'alu fahishatan, ata se të bëjnë të liga, zina apo zullum, përmendin Allahun, bëjnë istighfar dhe çfarë vëzër? Ka thënë Allahu subhanahu wa taala, dhe nuk këmbgulin. Vini rreth kësaj fjalie shumë më rëndësi. Thot, kjo fe që i ka zbrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e din se i ka zbrit një qenjës njerëzore, e cila është e mbushur me epshe, sepse e ka një trup i cili është prej gjakut dhe mishit, dhe ky gjak dhe ky mish kërkon ushqim dhe shpesh e kap flaka, shpesh ndizet nga provokimet të ndryshme, nga joshjet të ndryshme. Andaj, ajo e cila është pjesë tek ai prej shtazërisë dhe prej epsheve të cilat me të shumohet, pjesë pandashme vëllezër. Zoti kur e ka zbrit këtë Kur'an, e ka ditë se ti ki mish, dhe kur burri e shani femër ndikohet, për këtë arsye ka legjitimu martojo, se ti e lip këtë punë. Andaj çështu janë shtu njerëzimi. Allahu e din, alladhina fa'alu fahisha, ka mundsi ka ra ndonjë gabim, ama do më kthije, ja shëlderun, hajde kthau. Na e dim se ti je çështu se s'ki ndryshe më kon. Thot, e din Allahu subhanahu wa taala i cili ka zbrit këtë fe, e cila ka zbrit për këtë qenje njerëzore, e cila është e ndezur me epshe dhe lakmi dhe qejfe të ndryshme, të cilat shpesh sillen rreth kufirit të ndaluarës. Ha? Të ndaluarës. Sikur Sufjan al-Thauri, kur e kanë pyet, ka thonë, çka është fjalë Allahu subhanahu wa taala se njeriu nuk mban sabër, edhe është i krijuar prej shpejtës. Ka thonë, ç'është bie kjo? Ka thonë, tash u kallzoj. Ka thonë, kalon një gruaje e huaj, edhe ke di që e ka ndaluar me këshir. A? Ka thonë, dhe është në mesin e njerëzve. Ka thonë, dhe me belbs të syrit, thot, e vjedh shikimi, së rripa e papak. Pak ma filozof kur bëmi na, thot, do është ta me këshirë kushke. Jo të mek se bërë si gruje, po veç ta është ta shok kushke. O ta mama jo, është ta shok filozofia e justifikimi kësajna.
po s'munësh me nejt, kështu Zoti ka kriju dhe Zot. Pse ka legjitimu martesën? Pse e di unë jam pi mishit, unë jam pi gjakit. Apo, andaj e ka zbrit një shariat I cili I përshtatët kësaj qenje të dopt. Thot, autori, vazhdim, yudriku da'fahu hadha fala yaqsu alay. Thot, Zoti e di se insania I dopt, andaj nuk e ka ashpërsu trajtimin ndaj tij, e ka bot but. E ka bot but trajtimin të tij. Andaj thot, nuk nxiton ta dëbon nga rahmeti Allahut kur njeriu I bën zullum vetvetes me bërjen e mëkatit apo bërjen e gjunahit të madh, por mjaftohet duke e lënë të ndezur një qiri, një dritë të vogël të imanit në shpirtin e tina dhe në zemrën e tina, dhe një gjallëni e cila ekziston ende në zemrën e tij, s'është tha ala, dhe një lidhje me Allahun subhanahu wa taala e cila nuk është tret ende, duke e dit ai se o Zotën jam gabimtar. Po, dobësi e jemja, shumë dobësi. Nuk të kam bo gjuna për me ta shkel madhnin tane, por nga dobësia e epsheve të mija. Njeriu vëzër është I lidh për mëkatet e mishit. Mishit e kena për qëllim trupit, lëkurët vëzër. Njeriu është me nerva, njeriu është me ushqejet për dit do me hangër. Andaj Allahu subhanahu wa taala e ka bërë njeriu që çfarë? Që të përshtatet me këtë fe e cila ka zbrit me rahmet. Pastaj çfarë thot? Thot, andaj ky makhluk I dopt, kjo krijesë e dopt, është pashmangshëm gjunaçare, pashmangshëm gabimtare. Andaj nuk je pengon Allahu rrugën e pendimit, por se çka I thot? Kapu për litarin. Përmend Zotin. Kërko falje. Mos komgul, ani njëherë. Andaj ka ardhur hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se derisa ti jetë ditë që keni Zot që të dënon dhe një Zot që ta fal dhe nuk këmbgul gjuna, çka ka thënë fund hadithi? Ka thënë Allahu subhanahu wa taala, le të bëjë robi jam çka doje, me çdo kushte. Nëse ti mas çdo gjunahit kanë, mas çdo gjunahit e përmend Allahin, mas çdo gjunahit bën istighfar, mas çdo gjunahit nuk këmbgul, thua Zot gabova, nuk dashta me bë. Edhe ti në jetën tënde ki kurs ka me bë më. Allah që thot, qështu në ta zgatë e sa të doje, sa arka me fal. Se e dinaj të pimishit I. A mundë të për shembull I und, e shë bukën, edhe me thonë, stakfillas për më shkon me një heq. S'mundë të Allah. Po nuk mundë të Allah. Ose e pa mundëra. E pa mundëra, pëse se Zotit ka kriju qështu. Ti und, uj këtu, ti shkon me një me e pije. Apo, mashkull I ri, djali I ri, që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam? Një djali I ri I cili e mposht epshin e tina, e thirë Allahu xhela ditën e Kiametit. E shtinën hije, se e ka thirë një gruaj që e ka mposht epshin e vet. Për këtë arsye vëllazër, njeriu nuk duhet ta çorton njeriu mësosh si njeri, por duhet të jap zgjidhje. A ki bëko mëkat vëlla po? Jo me apo Kiamet. Jo, a një ka ardhur një njeri te pejgamberi sa më gjaliri. Edhe I ka thënë ja Rasulullah, po du me ma ba halal zinaja, lem ban zina. Përsam nuk I ka him qav, apo njërë sashin krije tak. Ku ove ti të lip zina me ba? Jo, qka I tha? Afroj pa. A ki qef tha me ba dikush me rënë tane? Tha jo. Me motrën? Jo. Me tezën? Jo. Me vajzën tane? Jo. Edhe ata s'kan qef tha me ba me familjen e vetë. Shumë e thjeshtë të vëzë. A ki be qef ti me ta prek dikush familjen? Dikush thot, çish nihet ai, shka unë muj me bën e udhë bila zina me familjen e tij. Çish nihesh ti o vëlla? A dalin mend apo? A tip nervoz a thu, të bën dunjaja në grusht. Çashtu I bëhet edhe atij, shikoj sa. Edhe u kri. Ja filloi mu nervozu, tha, edhe atë nervozon. Edhe e liroj. Edhe ky njeriu vëzër u liru më kur s'ka pas këto probleme. Dhe hadithi I atij të riut I cili ka fol me disa prej vazhve është I njohur në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj thot autorin fa huwa wasilun fi nihayati ma damat ash-shu'lati ma'a. Thot njeriu duhet të vazhdon rrugën deri në fund, derisa një pikë drite apo një copë drite ka me veti, wal hablu fi yadi, dhe litarin e ka të kapur, ma dama yadhkurullahu wa la yansa, derisa nuk e harron Allahun dhe e përmend Allahun subhanahu wa taala dhe kërkon falje dhe e pranon se unë jam rob I Zotit xhelle xhelaluhu dhe nuk krenohet me gjunahin e tina, Allahu e fal. Andaj çka thot Allahu te bareke ve taala, o ma yaghfiru dhunuba illa Allah. Po kush mundet përveç Allahut të ta fal?
Kush mund me ta fal për Allahu te bareke ve teala, wa lam yusirru ala ma faalu, ama nuk këmbgulin ata në veprat e veta. Andaj vëllezër, rezumeja Ustaz Gjasim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, ka thënë alayhi salatu wassalam, kullu ummati yadkhuluna al-janna. Ka thënë alayhi salatu wassalam, krejt ummeti jem kanë me hinë xhenet, Allah na bof nasib. Illa man aba. Ka thënë pejgamberi sallallahu veç kush s'do. Çka sa thjesht vëllezër. Krejt ummeti jam ka thonë kanë me hinë xhenet, veç kush s'do. Sahabët më tjerën që ti ka thonë, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" E kush do ya Rasulullah? Ka thonë, "Aman asani faqad aba." Kush s'mgon mua, s'do me hinë. Shumë e thjeshtë vëllezër. Nuk ka thonë kush s'do kuptimin, edhe unë do, këtë kanë me dalë ditë të kiametit. Ama që ka thonë, kush s'mgon mua, ai s'do me hinë. Andaj vëllezër, dera e pendimit, dera e përmirësimit, wallahi mund është mu bo më i mirë se sa e kom para gjunajt. Ademi alayhi salatu wassalam o bo më i mirë se sa para se me bo gjunajt. Nëse Allahu xhelalu e ka bë mu pendu dhe me qajt dhe me ndi përgjithësinë e mëkatit të vet, shka shijimi i xhenetit për zyti ka me kanë shumë më i mirë për ta se sa hera e parë. E lutim Zotin e Madh xhelal xhelalu, që Allahu subhanahu wa taala na bën për atyre të cilët japin në kamje dhe skamje. Na bën për atyre të cilët e mposhtin mllëfin e tyre, nervozën e tyre. E lutim Zotin e Madh xhelal xhelalu, na bën për atyre të cilët i falin gabimet e njerëzve, e shkarkojnë vetveten dhe të tjerët nga gabimet. E lutim Allahun te bareke ve teala, që Allahu na bën që gjunaat tona të jenë të falura. Ta bën Allahu te bareke ve teala për atyre të cilët e përmendin Allahun vazhdimisht, i bëni istighfar Allahut vazhdimisht. E lutim Zotin e Madh xhelal xhelalu, Allahu na mos ta bën për atyre të cilët këmbgulin në gabime dhe këmbgulin në gjuna. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu t'i kthejnë karakterat tona. Ta bën Allahu te bareke ve teala për atyre të cilët lexojnë librin e Allahut, mësojnë nga libri i Allahut. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.